Suareka ka qenë pak më specifike në kuptim që në lokacione të ndryshme, duke më parasysh që ka qenë koha më njerë pas luftës. Një numër i caktuar i tyre nuk kanë mundur të identifikohen, prandaj janë varrosur në... Po edhe këto prap pashmangshëm lidhën me varrezat masive të cilat janë gjetur në Serbi, sidomos Suareka, ende kemi persona në listën e individ nga listën e personave zhdukur të cilat jemi në kërkim të i gjejmë, mirë po prapë sikur se në raste të tjera mbetet të presim në informata relevante. Suareka ka qenë pak më specifike në kuptim që puna madhe që është bërë nga ekipet e Tribunalit të Hagës në vitin 1999, sidomos vitin 2000, kur janë trajtuar me dhjetra, qindra trupa në lokacione të ndryshme, duke më parasysh që ka qenë koha më njerë pas luftës, dhe një numër i madh identifikimeve që janë bërë nga ekipet e Tribunalit kanë qenë jo numër i madh, por gjitha identifikimet që janë kryer nga Tribunali kanë qenë jo shkencore, pa ADN, pra kanë qenë tradicionale. Në bazë identifikimeve që i kanë kryer pra familjarët. Dhe një numër i caktuar i tyre nuk kanë mundur të identifikohen, prandaj janë varrosur në Shirok, në fshatin Shirok të Suarekës, ku pastaj janë kthyer ekipet e UNMIK-ut më vonë dhe i kanë zhvarrosur të gjithë për të parë mundësinë që të identifikohen këta trupa. Domethënë Shiroka është përdorur si një varrezë për rivarrim. Për rivarrim, pikërisht aty në trupat që nuk kanë mund të identifikohen me metoda tradicionale. Mandej këta trupa janë nxjerrë, janë marrë mostrat për ADN, sepse në kohën e UNMIK-ut veç fillon koha e identifikimit për mas të ADN-s. Mirë po prapë ka dalë që një numër i caktuar është identifikuar, janë ndërzuar familja, mirë po një numër i caktuar kanë mbetur pa identifikuar në morgun e IML-s, pikërisht për shkak të problemeve që e thashë të identifikimeve tradicionale.